Jam artiste në këtë ekspozitë e cila quhet Hije qiellore që është duke u mbajtur në Shtëpinë e Evropës. Ekspozita është e hapur sot në 19 mars deri më 22 prill. Ekspozita quhet Hije qiellore për shkak se në punimet të cilat gjenden këtu kemi të bëjmë me dritën, hijen edhe ndërmjetësimin mes tyre, domethënë kemi 3 ngjyra kryesore, të bardhën, zezën edhe të përhimtën. Hijet tregojnë atë pjesën ndërmjet midis të shkuarës dhe tashmes, kështu që është ajo pjesa e harruar e cila mbetet në kujtesë të njerëzve. Kjo ekspozitë është diku rreth 3 vjet punime, ka punime të cilat janë bënë për periudha të ndryshme edhe gjitha janë shfaqur këtu. Kam vizatuar edhe kur kam qenë e vogël, mirë po kryesisht kam filluar me u merr me art para periudhës së fakultetit, edhe mandej zhvillimi kryesor ka qenë në fakultet, edhe aty e kam pasur që pjesa e lapsit po më tërheq pak më shumë, mirë po edhe te pjesa e pikturës jam marrë në një kohë të caktuar. Momentalisht gjithë janë të lumtur, gjithëve ju pëlqejnë.